Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tauland Balla, përgënjeshtroi Sali Berishën për rastet e pezullimit në detyrë të disa ministrave të vendeve të Bashkimit Evropian. Ja si gënjen bufi Knetës, ata që e ndjekin pas, duke na u shfaqur si avukati më i flakt i Knetës. Ai deklaroi se ministrit të transportit të Rumanisë ju ndalua ushtrimi i funksionit. Por Balla thotë se e vërteta është krejt ndryshe. Ish ministri rumun u përball me masa kufizimesh për ushtrim të funksioneve publike, kur ai nuk ishte në detyrë. Berisha tha se Elena Udrea, ministre e turizmit, u pezulluan nga detyra gjatë hetimeve në vitin 2015. Balla deklaron se Elena Udrea ka qenë ministre deri në vitin 2012 dhe jo deri në 2015. Ndërsa për zyrtarin francez Christian Blanc, Berisha deklaron se është pezulluar gjatë hetimit. E vërteta sipas Tauland Ballës është se Blanc ka dhënë dorëheqje dhe nuk është pezulluar kurrë si ministër. Në lupën e Tauland Ballës futet edhe deklarata për pezullimin nga detyra të ish sekretarit përgjithshëm të NATO-s, Willy Klaes. Balla shkrua në statusin e tij se nuk ka patur asnjë pezullim të llojit shqiptar për ish zyrtarin e lartë belg.